Pak a shumë i pam të gjithë nominimet mbrëm se kush shkonte, kush nuk shkonte. Morën vesh që në Big Brother, në Grande Fratello do të shkoj Dolce, para se të bëshin nominimet. Tash i pyetja ime është kështu, nëse do të shkonte nominim Dolce dhe nëse do të eliminohesh Dolce të premten, kush do të shkonte në Grande Fratello? Pra, a nuk mendoni pak në një farë mënyre që pak a shumë, a nuk mendoni, e dim gjanëm këto nominimet, po, se thash këto gjërat, por u duk pak e pa kuptimt, sepse të thuash para se të bëhen nominimet, do të thotë që Dolce e kishte të sigurt që as nuk eliminohesh, as nuk nominohesh, por e kishte direkt biletën e prerë. Tani, ajo që më lind mua, ose banorët e kanë ditur që Dolce nuk do të nominohet sepse janë lajmëruar, ose ndoshta nëse do të nominohesh, do të eliminohesh, nuk do të shkonte në Grande Fratello. Por duke parë që dhe Grande Fratello në të njëjtën kohë e dha lajmin që Dolce do të shkonte në Grande Fratello, do thotë që është pak kuptim kjo pjesa e nominimeve. Se ku e dinin këta, hodhën fal këta që nuk do nominohesh Dolce. Pra në një farë mënyrë u bë një lloj budalliku madh, dolën pak si zbuluar, le themi që nominimet nuk kanë asnjë lloj vlere apo votat nuk kanë asnjë lloj vlere. Paktën në këndvështrimin tim, logjikën time është kështu.